Përshëndetje miq, ja ku po takojmë në edicionin e dytë të Kosovision Contest. Ky projekt arsimor përcjell të gjitha idetë dhe vizionet e fëmijëve për një Kosovë më të mirë. Ndërsa ne gjendemi në shkollën Agim Ramadani të fshatit Lladov të komunës së Gjilanit. Shohim se çfarë kanë përgatitur fëmijët në 4 fusha. Gjendemi në grupin e bledhve, përkatësisht grupin që përfaqëson degën e ekonomisë. Me mua këto është Arjeta, përfaqësuese e grupit, e cila do të na tregojë çka kanë punuar deri më tash ata në fushën e ekonomisë. Në fushën e ekonomisë kemi punuar këto, kemi shkruar dhe punuar shumë cilat bëjnë pjesë dhe cilat janë ato. Kemi bashkëpunuar të gjithë grupe. I kemi zgjedhur bletët, sepse bletët janë punëtore, prandaj duhet jemi ashtu edhe ne. Po cili është vizioni i grupit tuaj në ekonomi për Kosovën? Vizioni ynë është për Kosovën që Kosova të duket sikur shtetet tjera të cilat janë të zhvilluara shumë, të ketë gjëra moderne e tjera. Po çfarë nuk kuptoni me ekonominë, me të gjitha këto që i keni paraqitur? Me ekonominë në kupton punën, blerjen, shitjen, bankat, parat, banesat, fabrikat e tjera. Mirë, tani shkojmë te grupi tjetër, i cili është bashkëjetesa përkatësisht grupi i tolerancës. Ndërsa tani gjendemi në grupin e tolerancës, përkatësisht në grupin e bashkëjetesës, me mua është Altini, i cili do të na tregojë çfarë kanë punuar në këtë hamer. Ne në këtë hamer kemi punuar për bashkëjetesën dhe në bashkëjetesë bëjnë pjesë kolegët, drejtori, motra, vllau, gjyshja, gjyshi, daja, xhaxhai, halla, tezja. Po punët në bashkëjetesë, cilat janë? Punë veprojnë së bashku, jetojnë së bashku e tjerë. Po cilat janë punët që njerëzit e bëjnë në bashkëjetesë? Punët që njerëzit bëjnë në bashkëjetesë janë frizerja, bukpjeksi, postieri, rrobaqepsi, mjeku, mjeka, drejtoresha, drejtori e tjera. Cili është vizioni i grupit tuaj për bashkëjetesën? Vizioni ynë për bashkëjetesën është që të gjithë fëmijët të jetojnë të lumtur dhe të bashkuar. Mirë, tani shkojmë në grupin tjetër, e që është grupi i infrastrukturës. Pra, jemi në grupin e infrastrukturës, ku me mua është Ramadani, përfaqësuesi i këtij grupi. Ramadan, çfarë keni punuar deri më tani ju si grup? Ne në infrastrukturë kemi punuar këtu siç përsheni. Në infrastrukturë bëjnë pjesë autobusi, rrugët, anija e tjerë. Po cili është vizioni i grupit tuaj për infrastrukturën? Vizioni im për infrastrukturën është që rrugët të jenë më të mira, më të ndriçuar, porçët të jenë më të gjelbëruar dhe rrugët të jenë më të mira. Mirë, faleminderit shumë. Ndërsa tani shkojmë në grupin e fundit, që është grupi i arsimit. Shohim çfarë na kanë përgatitur ata. Rina, ju si grupi diturisë, çfarë keni përgatitur në fushën e arsimit? Ne në fushën e arsimit kemi përgatitur disa fjalë. Në grupin e arsimit bën pjesë mësuesja, mësuesi, drejtori, nxënësit etc. Po cili është vizioni i grupit tuaj për arsimin në Kosovë? Vizioni ynë për arsimin është që të gjithë njerëzit e botës të arsimohen dhe asnjë të mos ngel i paditur në Kosovë. Po çfarë kupton me fjalën arsim? Me fjalën arsim kuptoj dituri, kuptoj një gjë shumë të vlefshme që ndoshta me fjalë nuk mund ta përshkruaj. Mirina, faleminderit shumë.
Mësuese na tregoni sa është e vështirë puna me fëmijët në Kosovo Vision Contest. Sa i përket vështërsive të punës në këtë projekt, më kisha me thanë unë personalisht mësuese, po edhe çka i kom pas përvojat edhe me nxënës, nuk ka pas vështërsi, po bashkë përkundrazi nxënësit e kanë ndivitën shumë mirë, kanë qenë shumë të lumtur gjatë kësaj pune, kanë bashkëpunuar me zveti, se këtu është bërë një korelacion i gjitha landëve mësimore. Nuk ka pas diçka ndonjë risi, ndonjë farë shpikje, po thu kanë punu ato që na i kemi mësu më herët, edhe besoj që nuk ka vend me thonë diçka që ka pas ndonjë pengesë apo vështërsi. Po sa u adaptuan fëmijët me këtë projekt? Fëmijët në këtë projekt janë adaptu brenda një kohë të shkurtë. Kemi fillu punën në bazë të udhëzuesit të projektit, i kemi formu grupet, e kemi caktu udhëhesin e grupit, do të thonë kur i kemi formu grupet, pa kemi pas një farë dileme se gjithë nxënësat të ishin mësuese, edhe unë du me marrë grupin e arsimit, du me punu në grup të arsimit, e kemi këtu mësuesen, edhe me ndum pak, thasha bën me marrë një ide të mësueses, a e bëjmë me short, i ndojmë me short grupet, edhe i kemi shkru 4 tiketa, i kemi këtu i mbrapsht, e kanë tërjek, prej se cilit grupe, ka tërjek tiketën, e ka tërjek, ka ra arsimi, për shambull, e ka marrë grupi arsimit, i ka ra bashkjetesa tiketa, e ka marrë bashkjetesa, kështu me rallë kemi shku, aty e kemi pas pak, dheri sa i kemi formu grupet, kemi fillu punën, vetëm kanë punu pa lodhje kështu, po kanë qenë shumë të lumtur gjatë punës. Ja pra, këta ishin fëmijët e fshatit Ladov, pam se çfarë kishin përgatitur në 4 fushat: arsimin, infrastrukturën, bashkëtesën dhe ekonominë. Mirë po emisioni ynë nuk ndalet me kaq. Në rajonin e Ferizajt gjendet gëzimi me fëmijët e një shkolle tjetër. Kaq nga këtu dhe miru pafshim. Faleminderit Ledre, unë jam këtu me nxënës të shkollës fillore Lazgosh Poradece në fshatin Vojnëvs të rajonit të Ferizaj. Jemi këtu që të kuptojmë diçka më shumë rreth projektit Kosovo Vision. Fillimisht do të bisedojmë me mësuesen e klasës, Bukurie Maksutaj. Mund të na tregoni sa është e vështirë puna me fëmijët rreth këtij projekti? Puna me fëmijë nuk ka qenë aq e vështirë, ka qenë një kënaqësi të punosh me këta fëmijë, të cilët janë me të vërtet fëmijë të zgjuar, të cilët i kanë fiksuar me njëherë të gjitha detyrat të cilat ne i kemi bërë së bashku, nuk ka qenë, të themi, as pak e vështirë të punohet për projektin e Kosovo Visionit. Atëherë, mund të na tregoni se çfarë rezultati keni arritur deri më tani? Po, rezultati veç po shihet, punën më të madhe kemi përfundu, megjithatë na kanë mbetur edhe disa punë të cilat po shpresojmë t'i përfundojmë sot. Cila është projekt ideja e klasës suaj? Projekt ideja është mjaft e mirë, dhe më thonë në atë aspektin se fëmijët kanë paraqitur mjaft shumë projekt ide, mjaft shumë dëshira. Megjithatë kemi ardhur në përfundim që nëse veç do t'jemi fitues të këtij projekti, atëherë atë shumë ne kemi menduar bashkarisht, dhe më thonë me fëmijët, që atë shumë të parave ta ndajmë në 2-3 pjesë. Kjo ka të bëjë me një farë organizimi që fëmijët do të shkojnë edhe do të shohin se ku ka familje të varfëra, 2-3 prej tyre do t'i ndajmë, edhe ato mjetet të cilat po shpresojmë t'i vetojmë, ato do t'i ndajmë për familjet e varfëra. Nëse me të vërtet ajo familje ose ato familje janë mjaft të varfëra, ne do të mendojmë që atyre familjeve t'i japim edhe pare kesh. Faleminderit për intervistën. Faleminderit për juve. Nxënës të dashur, po shpresoj se keni mbaruar detyrën, atëherë ju kisha lutur mbyllëm fletoret e Kosovo Visionit.
Do të kalojmë pas te Hameri, na kanë mbetur edhe disa elemente për t'i punuar, për t'i përfunduar. A jeni gati? Po! Atëherë të shohim se çfarë keni punuar. Ju vërtet pasni punuar një punim të mrekullueshëm. Këtu ndodh bashkëtesa, kjo pjesa këto edhe këtejna. Kjo është bashkëtesa. Ekonomia, më tregon ti kush ku e kemi vendosur ekonominë? Tu Atëherë. Po infrastruktura? Vërtet ju keni dhënë një imazh mjaft të mirë për të ardhmen e Kosovës. Atëherë ju falenderoj për punën e mrekullueshme, të pamundeshme që e keni bërë deri tani. Ja, pra mirë së dashur, kemi arritur në fundin e emisionit të sotëm. Shpresoj se jeni ndarë të kënaqur me fëmijët. A të themi pra një herë gjithë së bashku Kosovë Vision? Po! 1, 2, 3. Kosovë Vision! Përshëndetje miq. Ndodhemi këtu në fshatin Skivian të komunës së Gjakovës, shkolla fillore Ukshin Miftari, klasa 5A2. Edhe nxënësit e kësaj klase janë pjesë e projektit apo edhe garës që përmbahen ndërmjet të gjitha shkollave në Kosovë, Kosovë Vision. Sot do të intervistojmë disa nga nxënësit e po ashtu edhe mësuesën e tyre për të na treguar diçka rreth punës së tyre në këtë projekt. Sot është njësia fundit e njësisë mësimore, zhvillimi dhe përzgjedhja e ideve të juaja. Ju të dashur nxënës, pasi që pas shumë javë keni menduar dhe keni grumbulluar idetë e juaja, sot do të vendosim në mënyrë të hollësishme për idenë përfundimtare të projektit. Këtu pra sot kam sjellë kutinë e votimit, ku secili prej jush mund të votoni për idenë që ju jeni përcaktuar dhe që keni dëshiruar të realizoni atë. Atëherë, çfarë na keni propozuar ju grupi i arsimit? Dollapat për libra të fëmijëve. Shumë mirë. Grupi i infrastrukturës çfarë keni propozuar? Grupi jon ka propozuar që ta bëjmë kopshtin shkollor. Grupi bashkëtesës çka keni? Grupi jon ka propozuar njoftim me fëmijët e Zvicrës. Shumë mirë. Kurse grupi ekonomisë? Ne kemi propozuar për bibliotekën e shkollës. Shumë mirë, në rregull. Tani do të shohim përmes kësaj kutije, do të votoni, do t'ju shkruaj propozimet e juaja në tabelë dhe ju pastaj do të votoni me nga 2 vota për një projekt
që ju pëlqeni më së shumti dhe një votë do t'jep një projektit tjetër. Pra, çdo gjë është në rregull, tash do të fillojmë të bëjmë numrimin e votave. Të lutem Lule, ti mund të ngrihesh dhe ta shënosh të gjitha numrimin e votave. Pikë se si kanë votuar ata. Bashkëtesa ka 2 pikë. Dollapa ka 2 pikë. Dhe Arsini 2 pikë. Pra, ky ishte numrin e votave dhe tani do të përkundojmë numrin të cila ide do të fiton. Fillojmë prej bashkëtesës. 2. 9 vota i ka bashkëtesa. Infrastruktura 1, 2, 3, 4 vota. 12 vota i ka ekonomia, ndërsa Arsini do shitet se ka votuar 2. 27 vota. Pra, të dashur nxënës, ideja mbi dollapat e fushës së Arsimit fitoi dhe dëshiroj që të trokitni për këtë ide. Atëherë jam këtu me grupin e Arsimit, ku përballë me është përfaqësuesja e këtij grupi, Floriana, e cila do të na tregojë diçka më shumë rreth punës së tyre në këtë projekt. Floriana, mund të na tregosh se çfarë nën kupton ti me fjalën arsim? Me arsim nën kuptohet gjithçka që ka të bëjë me mësimin dhe mësimdhënien. Ne mësojmë në shkollë dhe jashtë shkollës, ne mësojmë duke punuar, duke ushtruar, duke lexuar, duke eksperimentuar e të tjerë. Institucionet si shkollat, universitetet e bibliotekat i shërbejnë mësimit dhe mësimdhënies. Po, cili është vizioni juaj si grup? Vizioni im është që fëmijët të punojnë më shumë në arsim, të punojnë dhe të bashk punojnë në mesvete që të arrijnë diçka shumë. Atëherë tani jam me grupin e infrastrukturës, ku do të bisedoj me përfaqësuesen e këtij grupi, Albulenën. Albulena, a mund të na tregosh ti se çfarë nuk kupton me infrastrukturë? Po, me infrastrukturë përfshihen ndërtesat, rrugët, aeroportet, por edhe rruga e të tjerë. Mirë, po cili është vizioni juaj? Vizioni jonë është që në të ardhmen në Kosovë që të ndërtohen në parqet, rrugët, ndriçimet. Kurse tani jemi me grupin e bashkëtesës, ku do të bisedojmë me përfaqësuesen e këtij grupi, Almën. Alma, çfarë bën pjesë në bashkëtesë? Në bashkëtesë bën pjesë halla, anxhellare, daja, tezet, halla, kushërirët. Cili është vizioni juaj si grup? Vizioni i grupit tim është të gjithë njerëzit të jetojnë të lirë dhe të barabartë dhe të jenë të lumtur.
Arritëm edhe tek grupi i fundit, grupi i ekonomisë, përballë kam përfaqësuesin e këtij grupi, Simonën. Simona, çka bën pjesë në ekonomi? Në ekonomi bën pjesë bujqësia, lektoria, industria, por ka edhe më shumë, si për shembull sporti, kultura, shkollimi e tjerë. Po, çka kupton ti me fjalën ekonomi? Me ekonominë kuptohet gjithçka që ka të bëjë me prodhimin dhe me tregtinë. Në bujqësi mbillet gruri, bluhet në mulli dhe bëhet bukë nga bukë pjeksi. Në ndërtimtari ndërtohen shtëpitë. Në fabrika dhe punëtori bëhen shumë prodhime të tjera. Atyra që është prodhuar dhe ajo që më vonë shitet i takon ekonomisë. Dhe cili është vizioni juaj si grup? Vizioni jonë është që në të ardhmen Kosova të ketë punë, sepse shumica e njerëzve janë të papunësuar. Atëherë miq, që jemi këtu me mësuesen Luljet, me të cilën do të bisedojmë rreth punës së nxënësve në projektin Kosovision Contest. Atëherë mësuese, si e kanë pritur nxënësit këtë projekt dhe a kanë pasur vështirësi gjatë punës në këtë projekt? Nxënësit projektin Kosovision Contest e kanë pritur me shumë kënaqësi dhe është një ndër projekte shumë të qelluara dhe tani jemi në fazën përfundimtare të këtij projekti, ku sot bëjmë edhe votimin dhe nxënësit u përcaktuan për idenë e tyre përfundimtare që të bëjnë dollapat për libra. Ku keni arritur deri më tani? Tani kemi arritur deri në fazën e fundit të njësisë mësimore për përzgjedhjen e ideve, sikurse përmenda më parë. Sot u përcaktuan në mënyrë të hollësishme për idenë për dollapat. Atëherë miq, me kaq për përmbyllim takimin tonë me nxënësit e kësaj shkolle, të cilët na treguan diçka më shumë rreth punës së tyre në projektin Kosovision. Por emisioni nuk përfundon me kaq, sepse na pret Nida në një shkollë tjetër në komunën e Pejës. Tung tung. Faleminderit Vlera, unë ndodhem këtu në mesin e nxënësve të shkollës Jusuf Gërvalla në fshatin Dubovik të komunës së Deçanit. Kemi ardhur këtu të kuptojmë më tepër rreth ecurisë së punës në projektin Kosovision. Të dashur nxënës, ka arrit koha e fundit dhe ora e fundit të projektit Kosovision Contest. Vetë fjala Kosovision me kuptu vizionin për të ardhmen si e parashofin fëmija dhe ne gjithë Kosovën. E kemi paraqit përmes 4 fushave, fushës së arsimit, bashkëjetesës, infrastrukturës dhe ekonomisë. Kemi shiqu me vëmendje orët e para, pastaj në orët pasuse kemi bo ndamjen tek arsimi çka kemi shumë, çka kemi pak dhe çka na mungon. Po ashtu edhe tek bashkëjetesa, infrastruktura dhe ekonomia. Për secilën fjalë që ndodhet këtu kemi shkru fjali, kemi vizatu gjanat bukra që e shohim të ardhmen e Kosovës përmes këtyre fjalëve dhe përmes vizionit Kosovision Contest. Në fund kemi arrit tek projekti ideja në bazë të ju gjithve, mendimit gjithve që kemi nevojë më shumë ti për një bibliotek të vogël që sa do pak ne i përmbush nevojat tona për lexim. Është ora përfundimtare e plakatit, pra e finales, ku ne gjithë së bashku me ndihmën e nxënësve dhe idetë e tyre kemi punu plakatin që është po ashtu i ndarë në mes 4 fushave. Kemi fushën infrastruktura, ekonomia, arsimi dhe bashkëjetesa. Pra është ky mendim i gjithë ju zbashti që kanë vizatu fëmija dhe kanë arrit në përfundim e sipër është edhe plakati ku do të dorëzohet me datën 15 të këtij muaji. Ka hala punë për të bërë, mirë po kanë arrit deri këtu, sepse ka edhe orë, por kanë arrit deri këto momente.
Elona, ti bën pjesë në grupin e arsimit. Pak më parë më tregove për një ese shumë të bukur që ke shkruar në lidhur me arsimin. A mund të na thuash tani? Po. Arsimi është edukim, kulturë është lidhje e njerëzit me jetën. Arsimi lidhet me shkollat, librat, përkatësisht lidhet me fjalën dituri. Arsimi në Kosovë nuk është zhvilluar atë sa duhet, edhe pse përpjekjet për arsimin të kualitetit më të lartë u zhvilluan shumë herët. Arsimi në Kosovë gradualisht po zhvillohet në anën e pozitive të tij, por për zhvillimin e suksesshëm nevojitet ndihma jonë. Këtu afër kam Florinën, e cila gjithashtu bën pjesë në grupin e bashkëtesës. Ajo ka përgatitur një tekst të shkurtër në lidhje me bashkëtesën. Florina, a mund të na lexosh lutem? Po. Në Kosovë jetojnë diku rreth 2 milion njerëz. Ata u takojnë etnive të ndryshme. Disa njehen më shumë e disa më pak. Disa pëlqehen dhe disa përlahen me njëri tjetrin. Dhe për këtë bashkëtohet në paqe. Është e rëndësi të njehen merren vesh me njëri tjetrin, për këtë ka nevojë për rregulla që vlejnë, për rregulla të cilat vlejnë të gjithë dhe respektohen prej të gjithëve. Edhe në grupin e infrastrukturës, Mustafa ka përgatitur një tekst në lidhur me infrastrukturën. A mund të na lexosh? Po. Në infrastrukturën përfshihen ndërtesat, rrugët, aeroportet, por edhe rryma, furnizimi me ujë e tjerë. Me qëllimin që një shtet të funksionat dhe shoqëria të mund të zhvillohet me jetë të mirë. Për infrastrukturën janë përgjegjës shteti dhe të gjithë banorët të tjerë. Faleminderit shumë. Atëherë edhe Valmira ka përgatitur një tekst, a mund të na lexosh lutem? Po. Me ekonominë kuptohet gjithçka që ka të bëjë me prodhimin dhe me tregtinë. Në bujqësi mbillet, gruri mbluhet në mulli dhe bëhet bukë nga bukpjeksi. Në ndërtimtari ndërtohen shtëpit, në fabrika dhe punëtori prodhohen shumë produkte të tjera. E tëra që është prodhuar dhe ajo që më vonë shitet apo blihet i takon ekonomisë. Dhe unë ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Atë ne kuptuam se projekti ideja juaj është që ta bëni një bibliotekë të vogël. Po si do të furnizoheni me libra? Në qoftë se fitojmë, neve me ato pak para apo mjete financiare, do të mundohem që të pajisim biblioteken me libra. Mirë po, do të kërkojmë ndihmë nga qytetarët dhe nga qendrat tjera që të na bashkangjiten mendimin e tyre që ta pajisim biblioteken me libra. Faleminderit shumë. Dhe fundit le të fiton ai që është më i miri. Atëherë miq, kjo është e tëra që kishim përgatitur. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, ndërsa këta fëmijë kanë edhe diçka për të thënë. Faleminderit për të thënë. Faleminderit Kosovëzian. Mirupafshim.
Miqtë të dashur të rajtë televizionit të Kosovës, mirë se po takohemi sërish këtu në edicionin më të ri të Kosovizionit. Gjatë këtyre 2 muajve, nxënësit të shkollave të ndryshme kanë punuar idetë e tyre në projekte për një Kosovë më të mirë. Kurse sot do të bëhet përzgjedhja e projekteve apo punimeve më të mira që janë bërë më tani. Këtu bëhet fjalë për rajonin e Xhilianit dhe të Ferizajit. Ne ju urojmë suksese të gjitha shkollave fituese.